إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Në këtë pjesë të ligjëratës të serisë ligjëratave rreth sprovave, do të fokusohemi në sprovën e pasurisë. Nga se kjo sprovë është prej sprovave që i ka specifika dhe veta, e që ndallohet nga shumë prej sprovat e tjera. Pikë së pari, pasuria është një emër negative të Allahut edhe prej mirësive të Allahut. Nga se nëpërmjet pasurisë njeriu bëhet i pavarur prej të tjerëve. Nëpërmjet pasurisë që e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, ai bëhet që nuk ka nevojë t'ia ushtrojë dorën krijesave të Allahut. Edhe nuk ka nevojë që të nënshtrohet edhe të poshtrohet para të tjerëve. Allahu subhanahu wa taala, sikur se pasurinë edhe fëmijët i përshkruan në këtë formë në Kur'an, edhe thot al-malu wal-banun zinatu al-hayati ad-dunya. Thot pasuria edhe fëmijët janë një stoli e kësaj bote. Dhe më thonë Allahu ka quajt stoli pasurin. Nga se nëpërmjet pasurisë i shijon të mirat e Allahut, por nëpërmjet pasurisë e plotëson edhe fenë e tij dhe obligimet e tij. Dhe çështja është se Allahu subhanahu wa taala përveç tjerash pasurinë ka bërë të natyrshme si një çështje që njeriu natyrisht e kërkon dhe dëshiron. Pra është natyrën e njeriu që ai të përkushtohet për pasuri edhe të dhojë pasurinë. Edhe për këtë nuk ka çortim. Nga se Allahu çdo njeri e ka kriju të tillë që ai të dëshirojë edhe të dhojë pasurinë. Edhe është mirësi e Allahut pasuria. Mirë po, aspekti pse pasuria është sprov, tani do ta shohim. Pikë së pari, pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka emëruar në një hadith të tij, edhe thot inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati al-mal. Ka thënë çdo ummet e pejgamberëve të mëparshëm ka pas sprova edhe fitne. Mirë po sprova e ummetit tim ka thënë është pasuria. Sprova e ummetit tim është pasuria. Nëse mbazohem edhe shohim qartë këtë hadith pejgamberik, edhe pastaj e shohim praktikisht situatën. Po shumica e sprovave në këtë ummet kanë prapavit pasurisë edhe intereset material. Qysh në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam është shfaq kjo sprovë. Kur është shfaq Dhul Khuwaisira, ai Khawaiji, i cili Allahu na rujt, e ka qortu pejgamberin alayhi salatu wasalam. Edhe ka thonë i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Kur pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë duke shpërndar pasurinë e shtetit, ashtu që e ka urdhëruar Allahu, dhe më thonë pasurinë e shtetit ja u ka shpërndar muslimanëve, ashtu që Allahu ja ka caktuar. Ndërsa një person ngritet edhe i thot, o Muhammed, ti nuk je duke shpërndar pasurinë me drejtësi. I thot nuk je duke bërë drejtësi. Pra ky person ju ka kundërvy të dërguarit të Allahut. Dhe motivi cili ka qenë që ti kundërvy të dërguarit të Allahut, pasuria, kur gjë tjetër. Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu
vetëm për shkak të interesit të pasurisë. Ata khawarij, ata kërngritës, ata rebel, të cilët e kanë qortu edhe kanë vrarë Uthmanin, shohun e pejgamberit alayhi salatu wasalam. E kanë vrarë person të cilin pejgamberi ka përgëzuar me xhenet, e kanë vrarë vetëm për shkak të pasurisë dhe interesave të tyre. Nga se sipas tyre nuk ju ka jep sa kanë pas nevojë edhe sa kanë dashur ata. Po pastaj historikisht domethënë në këtë formë. Allahu subhanahu wa taala para se gjithashtu është i cili na parajmëron. Edhe thotë inna ma amwalukum wa auladukum fitnah. Me të vërtet pasuria dhe familjet tuaja janë sprovë, janë fitne për ju. Pasuria është begati, është mirësia Allahut. Mirë po, ajo mundet me qenë sprovë në momentin kur personin e shpërqendron edhe largon për Allahut. Këtu në këtë çast pasuria konsiderohet sprovë. Nëse pasuria detyron personin i cili të shkel haramet, edhe të shkel halalet, edhe të mos i shikoj kufijtë e Allahut, atëherë kjo është sprovë. Nëse pasuria vjen në atë moment që personi nuk ja jep hakun, pra nuk e fiton me halal, nuk e shpenzon në halal, dhe nuk e jep atë pasurit që Allahu e ka urdhëruar me jep të tjerëve, zakatin, atëherë është sprovë për ta. Për sprovë kryesore të qenit e pasurisë sprovë është për faktin se ajo me detyru personin të shpërqendrohet prej Allahut, të shpërqendrohet prej fesë, të shpërqendrohet prej ibadetit, dhe e detyron që ti prek edhe haramet, edhe të mos e shikoj fare dhe me thonë halamet. Natyrisht që Allahu subhanahu wa taala fitimin e pasurisë na ka bërë të lehtëshëm me ato forma të cilat janë halal. Edhe thotë ja ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. O ju të cilët keni besu, mos i merrni pasurinë njëri tjetrit me pa të drejtë, përveç nëse pasurinë e shkambeni nëpërmjet tregtisë, me pajtim të plot, me pajtueshmëri të plot, me qef, me mutnet. Atëherë Allahu subhanahu wa taala në këtë formë fitimin e pasurisë plotësisht e ka lehtësuar edhe ka leju. Nëse është në pajtimin e plot, thot Allahu. Pra mos merr diçka prej tjetrit, përveç nëse i ka dhënë diçka shkambim, përveç nëse e ka bërë me tregti, duke qenë të dy palët në pajtim të kënaqur. Pra mos bëhet tregti me dikon, as mos këshir me fitu për një dikujt, përveç nëse ti e i kënaqur, edhe ai është i kënaqur me ato, me atë tregti që bëni të dytë. Kushti është të dytë. Nëse njëri nuk është i kënaqur, atëherë dije se ajo pasuri nuk është në rregull, ajo tregti nuk është në rregull, edhe i ke hyrë në hak tjetrit. Aspekti tjetër pse pasuria është sprovë, nga se disa njerëz e keq kuptojnë natyrën e pasurisë. Disa njerëz e keq kuptojnë qëllimin edhe objektivin e pasurisë në këtë jetë. Për këtë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an për këtë thot: "Fa amma al-insanu idha ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Allahu thot e sa i përket njeriu, thot ka prej tyre njerëzve të cilët Allahu i ka begatu, Allahu i ka dhënë pasuri, i ka begatu me të mira, e ata thojnë Allahu më ka respektu, edhe Allahu më ka ngrit, edhe Allahu më ka ndëru, pse më ka dhënë pasuri. Dhe më thonë, ka prej njerëzve, bot kuptimi i tyre është i tillë, nëse ata kanë pasuri, atëherë e marrin ato si argument se Allahu po i don ata, edhe se ata kanë merituar ata, edhe se ata kanë pozitë të Allahu. Dhe shpesh vërtetohet edhe në praktik kjo. Ka për njerëzve që e kemi dëgju, edhe flasin, edhe thojnë Allahu fukaren, as Allahu nuk e don. Pse thojnë kështu?
Pse ata kanë kuptuar që ai njeri që është i pasur është argument që Allahu e ka dashur, edhe pse Allahu e ka dashur ja ka dhënë pasurinë. Çështu kuptojnë ata. Prandaj për këtë arsye Allahu thotë ka për njerëzve të cilëve Allahu ka dhënë pasuri, ata thonë she, Allahu më ka ngrit. Allahu më ka dhëru. Ndërsa thotë wa amma idha ma btalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi hanan. E ka për atyre Allahu thotë të cilëve nëse Allahu ja kufizon rizqun, nëse Allahu ja kufizon të mirat, ata thonë valla Allahu më ka poshtruar. Allahu thot në vijim të këtyre dy ajeteve kalla, nuk është ashtu. Pra nuk është as te i pari, pse unë e kam ndëru, pse i kam dhënë pasuri, as nuk është edhe te ky i varfëri, pse unë e kam poshtru duke qenë i varfër. Nuk është ashtu. Pra Allahu nuk e ngrit askën me pasuri, as nuk e ul askën me varfëri. Mirë po devotshmëria, ajo që ngrit njerin bile për më tepër, ai që është i pasur, për gjithësitë e tij për Allahut janë shumë më të mëdha se sa atij që është i varfër. Por për më tepër pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e tij ka thonë shumica e banorëve të xhenetit janë të varfër. Nuk ka thonë janë të pasurit. Arsyeja është se të pasurit i mashtron pasuria, edhe mbojnë të këqija me pasurinë që e kanë. Edhe bëhet shkaktar që ata të mos jenë drejt për drejtë me banorët e xhenetit. Mirë po të jenë të varfërit, sepse të varfërit kanë gjuna më pak, sepse ata nuk e kanë atë mjetin i cili i shtyn në të këqija, pra nuk e kanë pasurinë. Për aspektet pse pasuria mundet me qenë sprovë aq e madhe, saqë pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë shpejtoni me vepra të mira, para se të vijnë disa sprova të mëdha, e disa sprova të errta, sa që thot aq janë sprova të mëdha, sa që njëri në sabah qohet besimtar, dërsa kur vjen akshami ai bëhet pa besimtar. Ose dhe kur vjen akshami është besimtar, kur vjen sabahi ai që e çel sabahi jo besimtar. Thot e shet fein e tij për një plaçk të kësaj bote. E shet fejnë e ti për diçka materiale, e shet fejnë e ti për pasuri. Aq, në me thonë, është sprovë pasuria, sa që mundet me qitë njëri në atë situatë, me shit fejnë e ti, me shit besimin e ti, veç me fitu diçka për pasurisë. Ka kështu, plot kasët. Edhe këtë e ka rëmiru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njerëz të cilët ka që e braktisin islamin, e braktisin imanin, nuk e braktisin për shkak të argumenteve, nuk e braktisin pse islamin nuk i ka pëlqy, e ka braktisin se dikush i ka pagu, e braktisin se dikush i ka jep pozit, e braktisin se dikush i ka jep projekte, e braktisin se dikush ja u ka financu mediat, e braktisin se dikush është bë milioner, vetëm për shkak se ka braktisë islamin edhe ka luftu islamin, ai është bë milioner. Në aspektin material ka fituar shumë. Po ai nuk e ka dërt me shit imanin sepse pasuria është kryesore për ta. Edhe kjo më të vërtetë është një prej provave, në të cilën pra na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kemi hadithin tjetër, i cili në vërteton këtë thotë ujqi të cilët nësa i lëshohen kopesat dhe ileve, nuk do të mund të dëmtojnë atë kopesat dhe ileve ma shumë se sa dëmton lakmia për pasuri edhe lakmia për pozit që dëmton fejnë e personit. Më dhënë lakmia për pasuri, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ja shkatron fejnë edhe ja shkatron betimin njerit, besimin ma shumë se sa që një ujk i uritur mundet me dëmtu një kopet dhe eleve. Nga se si stash lakmia për pasuri, nëse nuk kufizohet si pas kufive të shariatit, atëher ajo nuk një normë, ajo nuk një regull, ajo nuk një islam,
nuk një halal, edhe nuk një haram. Qëllimi është vetëm se t'i arrihet deri atij. Prandaj, edhe ky është një aspekt pse Allahu subhanahu wa taala e ka bërë sprovë pasurinë. Pra, përveç që në begati, përveç që në përmet pasurisë, nëse përdoret si duhet, nëse fitohet si duhet, ajo është begati sa që njerëzit i rregullohet feja e tij, i rregullohet materiale, jeta materiale dunjas, por Allahu nuk e kalon me kaq. Allahu ka bërë test. Me këshyrë se apo qëndron çto besimtari si duhet apo po elshon këtë. E kemi prapë një hadith tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë dunjaja është aspekti i material i dunjas për 4 persona. Si dhe drejtën e 4 personave. I pari thotë është një person i cili Allahu subhanahu wa taala ka dhënë dituri, edhe i ka dhënë pasuri. Për shkak të diturisë që ka pas për fenë e Allahut, është fjala diturinë për islamin, diturinë për shariatin, devotshmërinë, besimin, tauhidin, njohjen e Allahut, njohjen e Islamit e ka pas, edhe ka pas edhe pasuri. Por për shkak të diturisë që ka pas të pastër për fenë e Allahut, thot pejgamberi, këtë pasurinë e tij e ka shfrytzuar në devotshmëri. I ka bën lidhje familjare nëpërmjet pasurisë së tij, i ka ndihmuar të afërmeve, i ka ndihmuar aty në shërbim të larg besimtarëve. Edhe thot ja ka dhënë hakun pasurisë. Aty ku Allahu e ka urdhëruar ka shpenzu. Dhe thot, ky është në gradën më të lartë. Personi i dytë, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, është ai person i cili Allahu i ka dhënë dituri, mirë po nuk i ka dhënë pasuri. Por ky, për shkak se është i ndihshëm, Allahu i ka dhënë dituri për fenë e Allahut, por pasurinë nuk e ka. Atëherë thot pejgamberi, ky thot, sikur se të kisha pas pasurinë e filanit, edhe me punu qysh ka punuaj me pasurinë e tij. Atëherë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, të dytë do të jenë në shpërblimin e njëjtë të Allahu subhanahu wa taala. Pra, gradën më të lartë ka ai i cili Allahu i ka dhënë pasuri, por ka ditë si ta trajtoj. Ka ditë si ta përdor. Me një fjalë, pasuria e tij thjesht me krahasu ka qenë sikur se trupi i jon. Më thonë besimtari, me ibadetet e tij, trupin e vën në nështrim edhe për ulje ndaj Allahut. Në ruku, në sejdë, me abdes, me agjërim, me këtë qenin e tij fizike, janë nështron Allahut. Po të njëjtën çështje duhet me vepru edhe me pasurinë. Ashtu është njëjtë edhe pasuria. Edhe ajo është dhuratë e Allahut. Qysh është trupi jon që Allahu na ka dhuruar pasurinë. Prandaj këtë qenien ton kur e nështrojmë, në nështrim ndaj Allahut në ibadete, kështu duhet më nështrojë edhe pasurinë. Dhe pastaj nuk duhet me pas frikë dhe me thonë varfërinë. I tretë thot pejgamberi alayhi salatu wasallam është një person të cilit Allahu i ka dhënë pasuri, mirë po nuk i ka dhënë dituri. Dhe ky thot ka bërë keq përdorim të pasurisë. Sepse nuk i ka njoft hakun e pasurisë që ka ndaj Allahut, ndaj krijesave. Dhe e ka fitu keq edhe e ka shpenzu keq. Këtë thërë në gradën më të keqe. Dhe personi i katërt, thot ajtëret Allah nuk i ka dhonë as dituri e as pasuri. Edhe këj lakman këti tretit. Edhe thot të kësha pas pasurin e këti, edhe mi bo ato qefe, ato pun që e ka bo aji. Atër thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, të dytë janë në mëkat njëjtë. Ky pse ka vepru, dhe ky tjetri pse ka dëshiruar me vepru të njëjtën vetë pse s'ka pas pasuri. Dhe të dy rastet ka gjë më konkret. Ka për besimtarëve të Allahut, të cilët kanë shumë shpresë që Allahu t'u kishte dhënë pasuri dhe mi shtuar veprat e mira. Nga se sahabët kanë qenë të tillë. Në një rast i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut, dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur. Ka thënë i dërguari i Allahut, ata të pasunit i marrin sevapet krejt. Sepse na po falen ata. Ne po agjërojnë ata. Mirë po thata ata po japin sadak, edhe po japin zakat.
Domethënë kanë më shumë përparësi. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund të hadithit thotë kjo është mirësi e Allahut, të cilën e jep Allahu kujt doj. Dhe nëse besimtari e synon me pasurinë e tij ta shtoj pasurinë, ta shtoj biznesin, nga se me këtë do të mashtohen veprat e mira, ta shtoj tregtinë, ta shtoj investimet, ta menaxhoj pasurinë ashtu siç duhet, sepse nëse më shtohet biznesi, nëse më shtohet pasuria, nëse avancon kompania, atëherë thot natyrisht edhe sasia e zakatit do të shtohet. Atëherë edhe mundësia për me kontribu do të shtohet. Atëherë edhe mundësia që të forcoj muslimanët, edhe ta forcoj islamin, edhe të forcohen vetë, është më e madhe. Atëherë që kjo është ajo që kërkohet. Që kjo është që e ka vepru sahabët, Abu Bekri, Omeri, Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu, nuk ka qenë më i pasur kërkush se ata. Pasuritë që i kanë pas ata. Mirë po, çfarë kanë arrit? Rasti konkret, në luftën e Tebukut, kur Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu një pasuri, një sasi shumë të madhe të arit, ja ofron pejgamberit alayhi salatu wasalam me thes, ja qet përpara. Edhe ka marrë pejgamberi me dur, sasi e madhe e arit, tubu. Edhe ka thonë pas Zodit, Uthmanit nuk mund të bëj keq kurrë. Pas Zodit Uthmani nuk mund të dëmtoj askush. I ka garantu suksesin edhe të mirat e Allah për Uthmanin radhiyallahu anhu. Me çka? Me pasuri. Mirë po çka? E ka nështruar thjesht. Atë pasuri e ka nështruar aty ku ka dashur Allahu. Pasuria domosdoshmë ka mund nështruar dikon. Ose të mirën ose të keqen. Ajo nuk se ndron. Nëse dikush tutet, edhe nuk e ka domosdoshmërinë, edhe nuk e ka mbështetjen te Allahu, edhe friksohet pasurisë, edhe friksohet se mos pik pasuria, edhe friksohet mos bëhet i varfër, edhe koqitet nuk jep, bile nuk jep zakatin, ajo pasurin dikun ka me shku. Absolutisht, njerëzit sot, ose shpenzojnë aty ku duhet, ose shpenzojnë aty ku s'duhet. Njënën ka me shku. Kështu e shpjegon pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e tij. Thot njëri thot ma'ali. Thot ka për njerëz të cilët thonë unë kam pasuri kët, e kam pasuri kët, e kam pasuri kët. Por thot pejgamberi alayhi salatu wassalam pasuria e tij është në 3 çështje, jo më shumë. Pasuria e tij është më së pari ajo që e ka shpenzuar vet, e ka konsumu, ose pasuria e tij është ajo që e ka vesh, edhe e ka harxhu, e ka konsumu, dhe është pasuria e tij të cilën e ka shpenzuar për hir të Allahut dhe i ka mbet. Çto të rinë për to. Ajo që e han, ajo që e vesh, edhe ajo që ka investu për hir të Allahut. Kjo është për ty. Ndërsa thot pejgamberi pjesa tjetër kam i mbet për njerëzit. Ata nuk e merr. Ata nuk do ta përdor. Ata nuk do ta shijojnë, pavarësisht se sa ka. Do ta shijojnë vetëm ata që han, që vesh, dhe ata që ka jam në rrugën e Allahut. Kjo është pasuri për të se këto ka marr. Ata do ta ketë. Më thonë tjetër çka nuk merr, ajo mbetet trashëgimtarëve. E pastaj ata a do ta kesh përdorin, e pastaj ata a do të njos, ata do të falendrojnë, apo do të harrojnë, si o intereson fare, e marrin edhe e kesh përdorin pasurinë e tij dhe nuk është për to. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do me thonë, këto e në pikpamjet që besimtarit të dhe me pas në mendje në mënyrë që ta ekuilibroj angazhimin e tij për pasuri, angazhimin e tij për biznes, në mënyrë që ajo të mos jetë sprovë për to. Mirë po tjetë angazhimi e tij kërrejt në ibadet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Në mënyrë që krejt, dhe më thonë, çastet, krejt minutat, krejt kohën që e kalon në pasurinë e tij, krejt të shndrohet në ibadet. Me njetë që me pasurinë e tij ta furnizojë familjen. E kjo është si që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam sadak.
me njetë që vetë të jetë i avancuar, të jetë i qetë, të jetë i anër për të tjera, prap kjo do të shkruhet i padet. Me njetë që me pasurinë ti të ashtojnë zakatin, prap këtë angazhimi ti, këtë koha ti në atë pasurinë është i padet. Nëse nuk e ka këto njete, atëherë këtë që anë qastet e ti, këtë angazhimet e ti në pasurinë ti do t'jenë vetëm uajtje, edhe vetëm lodhje. Edhe asgjë tjetër. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë besimtari i cili nuk e adhuron dunja, besimtari i cili nuk i nështrohet dunjas, mirë po i nështrohet Allahut. Thonë dunjaja do t'i vijë ati pa pas çare, hiç pa çare do t'i vijë. Nga se Allahu e ka caktuar atë, rrezik e ka. Ndërsa personi i cili munohet këtë mirë nështër në dunjas, me adhuru dunjan, vetëm që të arri diçka prej pjesëve të saj, atër thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do t'jeti i poshtruar dhe i nështruar. Edhe për këtë arsye ka thonë, tahi se abdu dinar wa abdu dinar. Ka thonë, është shkatru, adhurues e i dinanit dhe i dirhamit. Adhurues e ka qujtë. Pra vjen sprova e pasurisë deri në këtë çast sa njëri e adhuron. E adhuron në vend të Allahut subhanahu wa taala. I nështrohet këtë aty ku detyron pasuria aty shkon. Allahu subhanahu wa taala na jap mendje përhtësi. Allahu subhanahu wa taala na jap sinqeritet që ta shohim të vërtetën dhe ta pasojmë dhe ta shohim të kotën dhe të largohemi prej saj. Në fund porosia jonë është me porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili na ka bërë imru lidhur me pasurinë edhe për aspektin e ahiretit. Edhe ka thënë në hadithin e tij në ditën e gjykimit njeriu nuk do të lejohet që të lëviz asnjë hap dhe derisa të përgjigjet për katër gjëra. E në mesin e tyre ka thënë derisa të përgjigjet për pasurinë e tij, si e ka fitu dhe ku e ka shpenzuar. Allahu subhanahu wa taala nuk na merr përgjegjësi veç se a kena fitu me halal, por edhe e kena harxhuar në halal. Letë është me fitu me halal. Ka dikush. Mirë po shpenzimi nuk e ka në rregull. Derisa të dyja duhet me qenë ashtu. Dhe çështja tjetër është Allahu subhanahu wa taala ka thonë mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba anbatat sab'a sanabila fi kulli su'bulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Allahu i krahason edhe thotë shembulli i ati i cili shpenzon për hir të Allahut, çfarë do shpenzimi që e bën për hir të Allahut, thot ai krahasohet me një kalli të ngrurit, ku nëse e mbjell një kokër, atëherë bën një bim. Edhe prej asaj kokër ndal një kalli. Dhe ai kalli i ka 100 kokra. Pra një kokër prej një kokëre, Allahu thotë mund me bin 7 kalli. Dhe se cili kalli i ka nga 100 kokra. Prej një kokre, 100 ka dalë. Atëherë Allahu thotë, kështu janë shembulli i atyre të cilët shpenzojnë për hir të Allahut. E shpenzojnë një të Allahu i ka 700. Një me 700, Allahu i ka përmend këtë jetë. Janë kompenzimi i Allahut subhanahu wa taala. Çështja mbetet vetëm që besimtari të mbështetet te Allahu. Allahu të mbështetet, besimtari të mbështetet në këtë fakt, në këtë ajet kuranor, të cilën e ka thonë krijuesi vet. Një me 700 është lidhur me shpenzimet. E ku është pastaj edhe hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Wa ma naqasat sadaqatun min mal." Sadakaja as kujt nuk ja ka mangsu pasurinë. Sadakaja është fjala kur thuhet sadaka, është ajo që është jep për hir të Allahut. Kërkujt, thot pejgamberi, kërkujt nuk ja ka mangsu pasurinë. Dhe këtë ka thonë es-sadiqul masduq. E ka thonë ai që e flet të vërtetën, edhe që Allahu ja ka vërtetësinë e tij. Pejgamberi Allahut ka thonë kërkuj sadaka nuk ja ka mangsu, domethënë pasurinë por e kundërta, vetëm se ja ka shtuar atë. Në fund pra vëllazën, këtë le të jetë mesazhi i kësaj ligjërate, i kësaj teme,
që besimtari ta balancoj dunjan e tij, ta balancoj angazhimin e tij për biznesin e tij, për fitimin e tij, gjithsesi të angazhohet, por vetëm le të ketë kujdes që pasuria e tij të mos të shndrohet në sprovë, por pasuria e tij të jetë një mirësi me të cilën arrin me fitu të Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.